Të dashur shqiptar, jam jashtëzakonisht krenar që kam bërë këto filma për ju dhe një nga këta filmat më të fuqishëm dhe më të shquar që kam bërë deri më sot është zbërthimi i një nga personazheve të Iliadës që quhet Alesion në veprën e Homerit tek Iliada. Dhe ky është një nga mëtojnësit e Helenës që vinte nga qyteti Elis. Atje ku është zbuluar fjala bra, vlla në gjuhën ilire, në qytetin Elis. Dhe tani emrin e personazhit të Homerit e shpjegon studja e etimologjisë me fjalët njërokshe të shqipes. Mirë po, unë kam vënë re që ajo e ka marrë këtë ide nga vetë vepra e Homerit. Homeri e shpjegon këtë emër me idenë që ishte një fush me kënet e përmbytur nga deti tek qyteti Elis, sepse qyteti Elis ka qenë më pranë detit më përpara, madje edhe vetë Butrinti ka qenë ishull, që ta dini ju. Pra Elis ka qenë pranë Bregdetit dhe përmbytej nga deti dhe ishte një kënet e krijuar me ujin e detit dhe ishin formuar kokriza kripe. Në gjuhën helene hals i thon kripës edhe detit dhe Homeri nxjerr emrin Alesion, po ashtu është dhe një shqiptim tjetër spartan, Alision, me idenë që vjen nga kripa e detit, e ngurtësuar. Dhe ekziston në Elis një gur i madh që quhet guri i Alesionit dhe i Helenës. Mirë po, në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, unë gjej që fjala Alesion i thon gjellës dhe vjen nga Alesa me 2 s dhe në gjuhën spartane koha e kryer e thjesht Alesa është një lloj si në shqip, e njëjta mbaresë, veta e parë numër 1-s. Zbulimi im. Për shembull, fjala Homere prio është në gjuhën shqipe prisha dhe nga kjo vjen folja prish. Pra, foljet e trashëguara ilire të shqipes vijnë nga aoristi iliro-helen. Zbulimi im. Dhe duke u nisur nga kjo Alesa me një e të gjatë që shqiptohej Alisa, kjo është koha e kryer e thjesht në gjuhën e Homerit të vetë fjalës Aleo, që do thot bluaj, me gurin e mullirit. Dhe Alesion ka marrë dhe kuptimin gjell të miellit që bluhet, edhe kuptimin e gurit të mullirit që bluan, nga folja Aleo. Pra Homeri ka gabim, nuk vjen fjala Alesion nga fjala hals, krip. Tani, çfarë ju bën përshtypje juve? Këtë gjë që ju kam thënë në çdo film. Homeri përpiqet të shpjegojë emrat të pashpjegueshëm që vijnë nga dialekte të ndryshme helene, që ishin gjuhë të veçanta. Pra për një folës helen, një dialekt tjetër ishte bërë kaq i largët, dialekti spartan, dhe sot është gjuha e cakonjas. Grekët nuk e kuptojnë fare, po ashtu grekët s'kuptojnë fare dialektin pontik, absolutisht, të folur në detin e zi, edhe sot e kësaj dite. Grekët nuk kuptojnë greqishten e Italisë. Është një greqishte e folur nga Helenët dhe Mesapët në Italinë e Jugut. Griko quhet kjo gjuhë. Dhe mua më bëri shumë përshtypje që Plini i Vjetër tha që fiset mesape flasin dialektin grajan, do thot greqisht. U habita jashtëzakonisht shumë. Dhe më lindi frika dhe ideja që vërtet ilirët flisin dialekte helene dhe u zbuluan pastaj pllakat në Malin e Zi, në Rizon, në Dalmaci,
Në Kroaci, në Serbi janë zbuluar pllaka, po ashtu edhe në Kosovë, në Maqedoni. Në Çamëri janë zbuluar pllaka dialektesh të ndryshme helene të folura në të gjithë gadishullin ilirik, në Panoni, Hungaria e sotme. E gjithë bota e lashtë ilire është botë helene. Pra, Alesion, gjell, vjen nga Aleo, bluaj, mielin, me gurin e mullirit. Dhe Alesion është guri i mullirit që bluan. Dhe nuk vjen nga fjala hals, krip. Pra, mund t'jetë lidhur me fjalën gjell, sepse h-ja nistore e helenishtes i përket gjës në gjuhën shqipe dhe njës. E njelmët është një lloj me h në gjuhën helene, i kripur. Pra, vetë fjala gjell mund t'jetë lidhur me fjalën haleo, bluaj ose hals, krip. Por këto dy fjalë janë me burime të ndryshme. Fjala hals, krip, vjen nga fjala det, i kripur në gjuhën helene. Këtë mendonte Homeri. Ndërsa në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë që gjej unë, janë dialekte të tjera helene dhe prandaj fjalët ilire gjenden në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Ai mblodhi dialektet helene. Kjo ka qenë ideja ime. Përse ai do interesoj për gjuhën ilire, pse nuk ka fjalë nga latinishtja në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Pra, ilirishtja ishte një dialekt helen. Dhe pllakat e gjetura në Iliri kudo janë helenisht të gjitha. Prandaj dua që të zgjohen të gjithë arkeologët shqiptar kur të shikojnë filmat e mi, të tmerohen dhe ta braktisin punën e tyre, sepse çdo pllak që ata gjejnë vërteton që s'ka patur shqiptar në Iliri, që Ilirit ishin helen. Por kuptohet që shqiptarët, vendasit, janë marrë me punë të rëndomta. Kanë punuar në miniera, atje nuk shkonin grekët, në ara, për të lëruar tokën. Këtë nuk e bënin grekët, të cilët merreshin me filozofi, me art, me histori. Gjë që se bënin shqiptarët dhe se bëjnë akoma dhe sot e kësaj dite. Mua më kanë ardhur letra urimi në faqen Akademia Edu nga qindra autor të huaj, jo nga shqiptar. Dhe shqiptarët adhurojnë pikërisht suden e etimologjisë që na ka bërë neve pëllazg duke marrë emrat që përpiqet t'i shpjegoj Homeri, ajo i shpjegon me fjalët e shqipes. Jo, nuk vi nga fjalët e shqipes. Ç'është më keqja, emri Alesion është hequr nga vetë grekët, është emër homerik i qytetit. Dhe është vënë një emër tjetër, Pisa. Mund të jetë emër me origjinë nga gjuha e Venedikut, mund të vijë nga fjala helene Pisa, i thonë rëshirës. Por është hequr si emër. Nuk është emri Alesion më. Ka mbetur vetëm legjenda guri i Alesionit dhe i Helenës. Pra fjala gur nuk vjen nga fjala krip, që janë gur të vegjël të kripës në fush, të përmbytur nga deti, por vjen nga fjala bluaj, mulliri që bluan në gjuhën helene. Ky është zbulimi im. A jeni të lumtur apo jo? Do të them që të gjithë filmat e mi janë bërë me telefon, të blerë vite më parë. Po të donit në ndihmoni, do ishte e mrekullueshme që unë të bleja një kamera profesionale dhe të krijoja një studio. Por në Shqipërinë e dim që televizionet private pastrojnë parat. Prandaj kanë shuma madhështore dhe një gazetar i njohur, Fantomasi, ka deklaruar vetë që ai ka rrogën mujore 43.000 euro. Sepse ai lejoi Edi Romin që të vinte në studio me dajve dhe të fitonte zgjedhjet me evgjitët e tij. Prandaj me ai një rrogë të tillë. Prandaj ai krijon filma të mrekullueshëm, boton libra,
Përse? Sepse ka këto fonde, pra, me burime të dyshimta. Ndërsa unë jam një mësues i varfër. Po të donit në ndihmoni, do të ishte një mrekulli. Mbi të gjitha, unë kam hedhur poshtë të gjithë punën e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë pa dashjen, jo me qëllim. Nga viti 2020 unë fillova të studioj monedat i lire dhe t'i shpjegoj në ekran dhe doli që janë bishkrime helene. Koinon Skodrinon është bashkësia e shkodrave në gjuhën helene. Tani unë e di që ju do thoni që fjala pisa, rëshirë në gjuhën greke, do të vi nga shqipja, pisha. Ju vendosni. Tani aty kanë banuar Arvanitas dhe banojnë edhe sot e kësaj dite. Dhe emri Bra, vëlla, është gjetur pra në qytetin Elis. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Problemi është i tillë që vepra e Homerit është vepër etimologjike. Nuk ka ndodhur në botë që një poet të shpjegojë gjatë poemës së tij emrat e qyteteve dhe emrat e personazheve mitologjik. Kjo nuk ndodh në gjuhën sanskrite dhe në asnjë gjuhë tjetër të botës. Në një poem shpjegohet ngjarja, çfarë ka ndodhur. Mund të përfaqësoj heroi diellin, hënën, ret, perëndinë e diellit, por jo ta shpjegosh ti gjatë leximit të poemës shpjegim etimologjik se nga vjen emri i personazhit mitologjik. Kjo ndodh vetëm në poemat e Homerit. Pastaj Sudia lexon përkthimin e keq në shqip dhe nga përkthimi në shqip ajo nxjerr që fjalët dhe emrat e përdorur në poemat e Homerit janë nga shqipja. Pra Sudia nuk ka lexuar Homerin në origjinal asnjëherë, sepse dhe vetë grekët se kuptojnë, siç e shikoni vetë origjinën e këtyre fjalëve të çuditshme që vijnë nga dialekte të ndryshme helene. Pra, emri i këtij personazhi vjen nga gjuha spartane, dialekti i Lakonias, sipas Hezikjusit të Aleksandris, nga folja bluaj, mielin, dhe guri i mullirit që bluan. Dhe nuk lidhet me fjalën krip. Pra Homeri ka gabim, edhe në fjalorin e Stefanusit të Bizantit mbahet qëndrimi i Homerit, që vjen nga fjala krip, por është e gabuar. Hezikjusi i Aleksandris shpjegon që ka dialekte të tjera të lashta helene, ishin 26, dhe një nga këto dialekte ka qenë ilirishtja. Atje e gjejmë tek Hezikjusi i Aleksandris. Dhe unë do ju sjell fjalë ilire dhe do habiteni. Ekziston ilirishtja. Do luani nga mend e kokës. Pra, më ndiqni me kujdes, ju lutem shumë, dhe përpiquni të bëheni të sjellshëm, të civilizuar. Atëherë do t'i lë komentet tuaja. Kur ju sillni një koment, përpiquni të lexoni diçka në greqisht. Pa ditur greqishten, ju nuk mund të bëni dot komente. Dhe siç e shikoni, greqishten nuk e dinte mirë as Homeri vet, dhe as Stefanusi i Bizantit, dhe do e mësoni ju. Pse? Ka dialekte greke që janë zhdukur, nuk ekzistojnë më, por ishin regjistruar në Aleksandri, sepse atje u mblodhën të gjithë gramatikanët më të mirë helen nga gjithë perandoria e Aleksandrit të Madh. Prandaj janë atje të sakta, më të mira se Bizanti vet. Dhe më të mira se Homeri vet janë shpjegimet. Prandaj duke u krahasuar të gjitha këto shpjegime, atëherë gjendet burimi i saktë i emrave në poemën e Iliadës dhe të Odiseas. Dhe shpjegimi i autorëve shqiptar është i gabuar. Jo vetëm i sudes së etimologjisë. Po si mund të shpjegojë Akademia e Shkencave të Shqipërisë emra helen, kur vetë grekët nuk e dinë mirë se nga vijnë këto emra, dhe i quajnë me gabim paragreke. Fjalët paragreke janë fjalë të dialekteve të tjera helene që grekët si kuptojnë. Kjo është e gjithë historia. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.